Rastësisht jemi njoftu. Ai ka qenë i Gjakovës, e unë has Prishtek. Pak shqiptare, pak turka. Tjetës i kom pas, me njerën pas dekjes ti, u bo lufta Kosovën e vetëm me 2 vajza, pa të ndek nana baba, s'kisha ku mu pështet, vish djali Axhës po ka gjetë gjithmonë. Kur shkijet në kanë qitë prej punës. Po, une jo mundu, a disi, shpin Dragodan kom pas, kom shu Qiragji, që ashtu i kom shkollu vajza. Thonë, s'po ma nin, e nuk është e vërtet. Shumë mungon, gjithmonë ka mungu, edhe ka me mungu deri sa mbjen toka në sy. Si plak, të 3 vjeqe. Mashallah. Elhamdulillah. Vitet janë numër. Numër, po. Ashtë kështu? Ashtu është zemër. A më të rëgonë, kështu, që shë njëftu me bashkëtortin tonë? Qysh kom jetu? Që shë njëftu me to? Qysh jom njoftu. Që po të regoj qysh jom njoftu. Rastësisht jemi njoftu. Ai ka qenë i Gjakovës, e unë has Prishtek. Pak shqiptare, pak turke. A pak turke? Pak turke. Se shtëpi, gjua anëmore, të na ka qenë turqishtja. Rastësisht, ka pyet për një adresë, unë tregova, e mas të afru. Për ndryshe ka qenë fort njeri mirë, ka qenë i njoftun, inxhinier elektroteknikës, i pari që ka shku Rizaala nish, para se ka qenë këtë shkallën e dytë, për me mpru, për drejtor teknik televizioni sa u hapke televizioni Prishtinës. Sa bukur. Po. Edhe me njëherë aty ja dha vendimin për banesë, për me tërhek, për me ardha aty mos me shku, se ka pas për edhe oferta tjera, gjatë kohës ka pas asni inxhinier elektronikës i diplomum Prishtinë. Inxhinier me parë, e pas ke marrë ti, s'pan pati. A je kanë kërnare me këto? Po si jo, ka qenë i njoftu. Një person shumë i respektuar ka qenë. 2 vajza kam, po mjerisht që ka vdek shumë heret. A i ka pas që aty diku, 40, 40. 2 vajza i kom, po. E madhja është mjeke, endokrinologe, e dyta është arkitekte. Mburna me atë që ko mujtë me shkollu, a i nuk e ka përjetu me pa vajzat me fakultetet kryme, shkoj herë, shka me bo, a i madhe Allah që shë përcakton. Kjo është jeta. Jeta. Nuk na linë gjërat pa pritur. Si dalë gëti. Ashtu është. Ka me do një pengë në jetë, me pashortin e ndjetë, pasi që një kohë shumë të re. Pa i sigurisht. Kona matë këqia, matë vështira tjetës i kom pas, me njerën pas dekjes ti, u bo lufta Kosovën e vetëm me 2 vajza, pa të ndek nana baba, s'kisha ku mu pështet, vish djali Axhës po ka gjetë gjithmonë, se na Prishtinë, a jeni si... Ne jetojmë Prishtinë. Prishtinë jetoni, e ndoshta keni ndi për familjen. Time, mu më gjiu, jam krejt doktora, krejt profesora, familjen tonë, e kështu që edhe une që po thëmë bajzat i kom pas shkollume, vlau një mjek po o bo Rahmet Liaj. Vlau, Ahmet Mumgjiu ka qenë njeri numër 1 matematicien në Kosovë, se jënë Prishtinë veç, djalin e Axhës. Qka të thënë tjetër? Të rritësh 2 vajza, dhe më thënë vetë prind, vetë grua... Ponat ma të shtira, kur shkijet në kanë qitë prej punës. Po, une jo mundu, a disi, shpin Dragodan kom pas, kom shu Qiragji, që ashtu i kom shkollu vajzat. Se më burin pa dek. Shtu që, kryesore, kom arrit atë shka kom dasht. Masi vetë kom qenë shkollume, kom dasht normal. Edhe babën, kanë pas, s'kom dasht me mbet pak shkollat. A di shka? Shkolla nuk e bo njeri, duhet mos pari me që njeri, e shkolla veç e rrit vlerën e personalitetit. Unë që ashtu mendoj. Qëfar moshë ishin vajzat kur bashorti ndrojit? Vallaj kanë qenë njëna vitin e 3, njëna vitin e 2 gjimnas. 3 kanë qenë, a kom pas zorë, kom pas. Po halal kofshin, me qenë se kom arrit ato që kom dasht për mi shkollu vajzat.
edhe e kom dyja për menden Prishtinë. Sa mirë. Përnder, po sidomos kjo endokrinologja, mu më thiri shpesh, unë e thonë vallaj nuk unë muj me thonë, veç nuk muj mu përzi, ajo ka orarin e vetë, caktuar, çdo të Tash që vajzat u rritën, janë po i pronare me to, kanë arritur shumë. A mendon që bashorti po të ishte edhe ai tash? Ti shete këto si jo, unë e muj me ju rejt juve. Me thonë, s'po ma ndin, e nuk është e vërtet. Shumë më mungon, gjithmonë ka mungu, edhe mungon, edhe ka me mungu deri sa më bjen toka në sy. Se konat më të vështira, më ka desh të t'jem vetëm e vajza. Po krenohëm me atë që ko mujtë një shkollu. Qa me bo? Unë e kisha prej Allahut, jo më besimtare. Kuptoj nga biseda duke. Me Ramazan e me krejt plus, edhe në qabe kom qenë. Edhe çfarë? Po përnder. Sa mirë kur ishte. Jara Bilzot, vallaj ka një 7-8 vjetë. Sa mirë. A di sa vjetë i kom ne? 8 e le 3. Mashallah. Sa e re dukesh. A e re, jo me qëfar, bo plaka. Si vajzë e re. Po, jo, po. Shumë e botash. Jeni grua shumë e përkushtuar, sidomos në ato të arriturat e fëmijëve, gjëra E valla, ato kom pas numër 1. Qikat të shkolloj, mos sot nane e bab kanë qenë të arsinu, e na me mbe, kom arrit. Ato shka kom planifiku, kom arrit. A kom pas vështërsina shumë, se në ka dek baba, mas 6 muaj nana, mas 6 muaj bashkërti. Ata mas shumë ti ata që mas shumë ti jenë, kanë vyt, po qka me baj madhe Allah, ashtu ka përcaktu, jo, aty s'më të shvendru asgja. Qa kishe këtër nga kaluara? Ka diçka që kishe këtër nga kaluara? A di shka, kisha këthy në dërshmërin, nuk po di qysh me këthanë, nuk di. Ato vetit njerëzore, përparshme, janë zhduhë. Kanë ardhë krejt diçka tjetër, që nuk ish dasht me qenë ashtu. Cilat gjëra Tash kemi, që nuk janë ato veti? ato veti mu më pengon shumë shka, jo pak diçka. Shka me bo, s'mundesh me pas besim askend. Tash thot kështu, mas një ore i ndrën qëndrimet, ti që ditesh, pse si e t'il, qysh bon, kështu me bo një riu. Shka me bo? Kjo është jeta. Jeta. Një mesazh si grua, që kështë tonë, se na përcjell një audiencë madhe e grave, që kështë tonë vajzave grave, një mesazh për jetë që kam ju shërby shumë. Për femrat përzish, për gjithësi, të kenë lirin, po jo jashtë kufive normales. Jo me keq përdor atë lirin, po ta kenë për një jetë normale, që vërtet i përket njeriut ndershëm. Për mu është pika parë ndershmëria. Ashtu kom qenë edhe ashtu i kom rritë vajzat, elhamdulillah, mburem shumë me vajzat. Jo veçune, krejt ata që i njofin, përbehen vajzat. Ka ma krenari? Përbes. E mirë. Po thomë përbes, po kendo me vetë, do janë gatshme që se do dikujt me ndimu, se thonë mamë, na dim që dhe me thanë jeti më rritë. Edhe që unë jo mundu, me ndimu, a di mos më mungu, po e pa mundu ka qenë, punat e vështira, kuna qitën prej punës e sënë, më kanë qitë prej punës, më ka dek baba, mas 6 muaj ka dek nana, mas 6 muaj nanës buri. Ata matë nevojshëm për jetë. Edhe veç që më ndalë, kur më lajmërun, se e qunë spital, thanë qështu, më baroj Nazimi, ku gjës ka pas, ka qenë drejtor teknik televizionit Kosovës, i vetëmi inxhinier elektronikës i diplomon. Prej mishit kanë pas marë. Ta i privilegjuar, takoj një person si ju, një grua si ju. Inshallah, Zotit bëm nasip në ato që.